Ne presim, besojmë që këtë kemi një presidente konsensuale, kemi një president apo presidente e cila nuk vjen nga subjektet, nga forcat politike. Ne presim, besojmë që këtë kemi një presidente konsensuale, e cila idealja do të ishte të vinte nga, domethënë, jashtë partive. Figurës së një partie Unë nuk mund të flas sot për insistim. Unë jam e bindun, e sigur që ne përsëri do të bëjmë gjithçka është në mandatin tonë që të zgjedhim sa më parë që është e mundur presidentin ose presidenten e vendit, sa po të votohet kuvendi, domethënë edhe të krijohet hapësira për zgjedhjen e presidentit apo presidentes, edhe gjithë kjo situatë gjatë, jo vetëm gjatë kohës së fundit, por edhe në legislaturat ose nga presidentet e kaluar, e bën të qartë që idealja do të ishte që kemi një president apo presidente e cila nuk vjen nga subjektet, nga forcat politike, për shkak edhe të rolit që i jep detyrës përgjegjësisë që jep kushtetuta, ku e tregon që presidentja e vendit duhet të jetë një person që është mbi palët, person unifikues.